Në këtë maraton dhe ditë festash, ku koha ndalet për të gjithë, të reflektojmë, të falenderojmë, jo si të ftuar sot, Brisilda Çakëri është zona që përcjell qetësinë, mirësinë dhe buzëqeshjen. Faleminderit që më mua. Shumë faleminderit për ftesën sot, në këtë ditë kaq të veçantë. Morëm nga koha juaj, nga angazhimet tuaja dhe e vlerësoj. Po mbyllim një vit 2025. Për ju ishte i suksesshëm. I tillë ishte? Personalisht për mua 2025 ka qenë një maraton me sfida, me atë vrapimin rendor maratonomak, por patjetër që ka qenë një vit i bukur, me ulje ngritjet e veta, edhe ndoshta edhe në atë aspektin shpirtëror, por mbi të gjitha e kam shijuar shumë. Kam jetuar shumë njerëz, për cilët jam shumë falënderues, dhe kam një mundësi komplet tjetër tani. Më ka rritur shumë ky vit. Ndjej më shumë përgjegjësi, patjetër. Jemi moderuar në ndjesitë e këtyre festave. Ka ndryshuar kjo ndjesi tek ty në kohë? Në fakt, unë festat i shijoj shumë, domethënë është pjesa më e bukur e vitit, mendoj për mua, edhe mendoj që duhet të jesh me afër familje, me afër njerëz, dhe është ai momenti që ti mund të bësh diçka më shumë për këdo. Nuk mendoj që ndryshojnë, sepse fillon diçka nga vetja. Nëse ti ecën me atë nismën e mirë, me atë dëshirën e mirë, mendoj që këtu fillon. Je ti që vendos se si do ta përgatisësh gjën, domethënë. Çfarë pret Brisi që të iki me 2025? Të kemi sa më pak probleme, nuk pres që të iki ndonjë gjë, sepse edhe ato gjërat që mund të kenë qenë më pak të mira, të mësojnë, të rrisin dhe nuk mund t'i fshim, sepse lëngjurëm secila tek secili dhe tek neve, por nuk do fshi asnjë gjë. Çdo gjë ka ato të mirën dhe të keqen e vet. E gati për një 2026? Si janë pritshmëritë për 2026? Unë jam më gati se kur për 2026, më duket sikur jam bërë gati gjithë 2025 për që me zi presa atë vitin 2026, vitin e ri, por mendoj që do ketë sfida të tjera, do jetë akoma më i fortë, besoj që do jetë shumë më i fortë se sa kaq. Çfarë synon në Brisi, qoftë profesionalisht, qoftë personalisht, për 2026? Në një synim personal nuk do kisha, domethënë nuk kam ndonjë gjë personale, por patjetër tek ajo që unë kam si synim për atë më të madhen, për të përgjithshme dhe për atë që unë jam këtu, është patjetër t'ju shërbej sa më shumë njerëzve, të kem mundësi që të jem sa më pranë njerëzve. Dhe kjo e mirë, domethënë e mira e kësaj gjë është që mos më mungon energjia që të jem pranë të gjithëve. Mundohem, domethënë me atë ditën që dal që mëngjes edhe del në mbrëmje, të paktën ditët që unë ndodhem në qytet, por mendoj që duhet të jemi sa më pranë njerëzve. Kjo është gjë më e mirë që mund të bëjmë. Nga fëmijëria dhe deri më sot, është një kohë që s'duam edhe ndalemi dhe nuk ndalemi ndoshta në reflektimet tona. Ka ndryshuar shumë? Flas gjithmonë në këtë atmosferën festive, në këtë të ngjyrave, në këtë të jetesës, të grindës të... Po, nëse do të kthehesha pas, kam qenë gjithmonë një fëmijë edhe pak çapkën, edhe i kam shijuar shumë festat, i kam dashur gjithmonë, domethënë më mbush në shpirtin. Edhe familjarisht është një gjë më e bukur e vitit, domethënë pavarësisht ditëlindjeve, festave që ti mund të kesh, kjo është një gjë që domethënë dhjetorit të kthen në fëmijëri gjithmonë. Ke menduar për dhuratat? Një pjesë i kam bërë në fakt, por do t'i shpërndaj disa për Krishtlindje dhe disa për vitin e ri. Je më mirë kur merr apo kur i jep këto dhurata? Unë jam më mirë kur jap dhurata, sa më pëlqen të shikoj njerëzit se si reagojnë kur i hapin, se sa të lumtur janë. Në këtë qësinë tënde Brisi është edhe forca, padyshim për të qenë këtu ku je sot. Në këtë forcën, ku është frymëzimi? Atëherë kjo është qetësia që më karakterizon, është gjithmonë një qetësi që duket sikur vjen para infortune, sepse patjetër unë jam një vlonjate që e tregoj qetësinë, por ajo e forta është aty gjithmonë, nuk e fshet dot. Në momentet e caktuara del për të treguar në stadin më të lartë, por domethënë frymëzimin e gjeti njerëzit, e gjete dhe te familja ime, tek njerëzit gjithë që më shtyn për të ecur më para. Kam një armat me njerëz që më thonë që do ta bëjmë dhe këtë. Këtu mund të bësh më mirë, nuk më thotë njëri që ti ke bërë shumë mirë, mund të bësh më mirë, domethënë nuk më merr njëri me të mira realisht.
Vazhdon vlera tradicionale e familjes së madhe për të festuar fund vitin, apo jemi moderuar edhe në festa, tashmë dalim në ambiente të hapura, ndoshta me shoqërinë. Brisi si do ta kaloj këtë fundit? Brisi duke ardhur nga një familje tradicionale do ta kaloj në familje. Domethënë në kaq vite që kam unë po bëj 34 avash, asnjëherë nuk kam festuar me shoqërinë, përveç se mund dalim më vonë, por gjithmonë është me familjen. Domethënë jam stoike tek ajo. Nuk besoj që festojnë ndryshe. Edhe për ata që ikin jashtë, më duket sigur të mungon diçka. Edhe tavolinat janë plot kur janë me njerëzit e zemrës, jo se çfarë kanë sipër. Brisi, ne jemi në momentet e fundit të kohës televizive bashkë, paktën në këtë fund vit, po viti është i gjatë dhe do ndajmë të tjera biseda. Kush është urimi juaj për qytetarët? Të kenë një vit të ri sa më të mirë, mbi gjitha të kenë shëndet dhe dashuri për njëri tjetrin, të mos harrojnë të duan dhe të buzëqeshin dhe forca për gjitha ata që ndodhen në vështirësi të momenteve shëndetësore. Unë të falenderoj që ishe me ne. Falenderoj. Nga redaksia e Blues të urojmë jo vetëm suksese, por dashamirësisht begati në familjen tënde. Të falenderoj shumë. Dhe besoj se 2026 do të jetë edhe vit bashkëpunimi me projekte të arritjes të mëdha. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën tuaj. Jeni gjithmonë shumë të mirë me mua. Faleminderit juve. Ne do të kalojmë në të tjera ftesa, në të tjera diskutime, në të tjera ngjyra dhe vetëm pas pak.